Atëherë dashur, rikthyer në studio dhe kam sot të ftuar Valon Saliun, përfaqësuesi Europe House, me cilin do bisedojmë për aktivitetet e shumta që Europe House ka organizuar me rastin e ditës së Evropës, e cila nëse nuk gaboj është nesër. Përshëndetje Valon, shumë kënaqësi që kam sot në studio. Përshëndetje, kënaqësi është ime. Atëherë Europe House që ka organizuar shumë aktivitete apo jo, duke filluar që nga nesër 9 maj e duke vazhduar komplet muajin e mëtutja. Para shumë çfarë është planifikuar? Po, domethënë, me tregu drejtën ka disa vite në bazë që na është po tradit ditën e Evropës ta bëjmë muajt e Evropës. Zakonisht muajin maj kemi përplot me aktivitete. Dhe nuk ishte ndryshe as këtë vit. Aktivitetet i kemi fillu para 9 majt, vetëm kemi pas disa aktivitete, diku me 4 maj kemi filluar në manastir. Kishim një event muzikor, ku një orkestër bënte muzikë filmash, pastaj kishim një 2 aktivitete tjera dhe tash nesër kemi aktivitetin kryesor ose të madhin në Shkup. Mirë, por nuk do të jetë i fundit, do ketë edhe shumë aktivitete deri në fund muajit në qytete të ndryshme. Motoja e festës kremtimit të ditës së Evropës këtë vit është shije Evropën në qytetin tënd, në vendin tënd. Si mundohemi t'ja sjellim Evropën në qytetet tona? Kjo është edhe ideja, pasi që shumicën e aktivitetet i kemi jashtë Shkupit. Deri në Frikë aktivitetet i kemi bërë. Ne kemi 7 Europe Houses në gjithë Maqninë. Dhe zakonisht bëjmë evente në gjitha 7 qytete, mirë po risi këtë vit se kemi bërë evente, organizime edhe jashtë këtyre 7 qyteteve, duke përfshirë këtu edhe Koçanin, duke përfshirë edhe Shtipin, edhe Xhevxhelin, janë vende të cilat nuk janë Europe House, dhe ideja e gjitha kremtimeve ishin ta ofrojmë Evropën më afër të rinjve në qytete, se jo gjithkush ka mundësi të vjenë ahengjet që i bëjmë në Shkup. Te këto pika që përmendë që për momentin nuk kanë, më thënë, le të themi zyre ose lokacione të Europe House, janë zhvilluar aktivitetet apo presin të zhvillohen akoma? Në Koçanin fillojnë nesër, kemi paralelisht me Shkupin, do të fillon vizatimi një murali, pas asaj do ketë aktivitete kinema në qiell të hapur, ndërsa aktivitetet tjera janë në ditët në vijim. Në Shtip do të kemi një panajër të mundësive, në Xhevxheli do kemi gjithashtu një event me ambasadat e vendeve anëtare të BE-s. Pyes sepse në qytetet që vetë se ka Europe House, e di që interesimi është goxha i lartë, dhe thash se të këto që nuk ka, sa ndoshta janë të informuar mbi Europe House dhe sa faktikisht shfaqen interesim që të jenë pjesë aktiviteteve. Janë 90% e punës që bëjmë në Europe House, ne jemi si zyre komunikimit realisht, delegacionit. Edhe në aspekt të komunikimit komunikojmë në gjitha anët. Zakonisht shumica dhe eventeve janë përplot me njerëz, nuk e kemi problemin e ardhes, kështu që besoj që edhe ditët në vijim në qytetet që do të kemi aktivitete do të ketë mjaft interes. Nesër e kemi eventin kryesor, apo jo, në qytetin e Shkupit, pikërisht për ditën e Europës, domethënë e kemi. Çfarë do kemi mundësinë të përjetojmë apo të shohim dhe të bëjmë? Jemi munduar të kemi sa më shumë aktivitete që të përfshim sa më shumë shije dhe lloje të ndryshme të njerëzve. Eventi kryesor do të jetë në Shkollkën, Guacën, në parkun e qytetit. Do të gjitha eventet do të jenë në parkun e qytetit. Eventi kryesor do të jetë në Shkollka, ku do të kemi event muzikor duke filluar nga ora 11 deri në ora 6 në mbrëmje. Do ketë benda të ndryshme, do ketë muzikë të ndryshme, duke filluar nga alternativ, rock, reggae, kështu me radhë. Personalisht kam një favorite këtë vit, është një vajzë nga Prishtina, kam bendin e vetë, quhet Zvada, nuk e kam dëgjuar live asnjëherë dhe besoj që nesër do e kem atë mundësi ta ndëgjoj. Mirë, po anash koncerteve në staging kryesor, kemi edhe disa zona në tër parkun. Zakonisht në park evente që bëhen me një lokacion, neve kemi shfrytzuar gjithë parkun, pasi që eventet që do i bëjmë do kërkojmë pak hapësirë më të madhe. Një nga zona do të jetë fokusuar në lojra, të cilat janë përgatit nga ambasadat e vendeve të BE-s. Janë lojra të cilat e përfaqësojnë një shtet, duke filluar nga Gjermania, Greqia, Suedia, kështu me radhë. Kanë disa lojra specifike, të cilat do t'u mundsojnë të njerëzve që do të jenë nesër në park të luajnë.
Pastaj do të kemi Këndin e Luleve, është një organizat e cila do t'i përfaqëson quhet Sfetko, nëpërmjet tyre do të kemi llojshmëri të bimëve, produkteve bimore kështu me radhë. Pastaj kemi zonën e tregut retro, i cili quhet Malski Buvljak, është një treg ku mund të gjejmë është mjaft i popularizuar, kemi organizuar disa herë në disa lagje të Shkupit. Atë të thoja, me siguri njërë nga pika që do të tërheqë më shumë vëmendje. Po, zakonisht ka shesin retro gjëra duke filluar nga aparat të vjetër, nga revista të vjetra, tesha e kështu me radhë dhe zakonisht të rjek vëmendje, sidomos të gjeneratat më të vjetra. Pastaj kemi zonën e bizneseve të gjelbërta, ku iniciativa Yes for Less do të prezanton shumë lloj produkteve të cilat bëhen nga bizneset të gjelbërta që janë në vendin tonë. Pastaj kemi zonën e slow food, ku do të promovohen ushqime, kemi Këndin e ushqimeve, edhe shumë ahengje tjera të cilat do të jenë gjatë ditës. Do të fillojmë në ora 11 dhe deri në ora 6 do ketë aktivitete. Plot aktivitete është e hapur për këdo apo që dëshiron të jetë pjesë? E mira është se është e shtunë, edhe është në parkun e qytetit, zakonisht parku i qytetit të shtuneve është përplot me njerëz, dhe momentin që ja jep edhe një moment plus, besoj që do të tërhiq ala më shumë. Vetëm shpresoj që edhe koha do na mban. Sot kishim pak shi, po parashikimi i motit për nesër thotë se do të ketë diell. Shpresojmë që dita e Europës na vije me diell. Vazhdojmë tutje apo jo, më thënë nuk dalemi nesër me Shkupin, vazhdojmë edhe në lokacionet e tjera për të prezantuar aktivitetet e tjera. Po, do kemi edhe shumë aktivitete tjera, prej të cilave disa i kemi më kryesore, që i quajmë flagship events. Me njerë javën tjetër do të kemi një aktivitet në Veles, me Europe House në Veles, në bashkëpunim me ambasadat, me komunën e Velesit, kemi një aktivitet në liçenin Mladëst, për rreth liçenit Mladëst, është një pjesë e cila është prekur nga zjarret e kështu me radhë, dhe kemi një iniciativë të mbjelljes 2500 fidanëve gjatë aksionit edhe aktivitetit. Mirë po anash mbjelljes do të ketë edhe atë momentin e shënimit të ditës së Evropës, pas asaj do të kemi në manastir një koncert. Këtu, më falë, në Veles do kemi, më thënë, janë të ftuar personat, apo është hapur për gjithçka që do të jetë bashkë me juve të mbjellta fidanët dhe kujdeset për ambientin? Gjitha eventet që i bëjnë janë për qytetarët, do të jenë të hapura, dhe po dhe zakonisht 99% e eventeve që organizon Europe House janë, edhe pse organizohen brenda një Europe House, shumica edhe janë të hapura. Kështu është rasti edhe me eventin që e kemi në Veles, mirë po edhe me evente tjera që do të vinë pas asaj, si që ceka pas Velesit e kemi manastirin, kemi një koncert të feng shuit bashkë para platosë oficirëve në manastir, aty e kemi edhe zyrën e Europe House. Pas asaj kemi aktivitet shumë të mirë në Ohër dhe Struk. Në bashkëpunim me Republikën e Shqipërisë kemi një aktivitet jashtë kufive, cross border e thrasim ne. Do të ngasim bicikleta rreth e përqark liçenit të Ohrit në bashkëpunim me ciklist nga Republika e Shqipërisë. Ka pas ndonjëherë tjetër Europe House cross border? Po, kishim vjet Europe House Tetova, me Europe House Prishtinën organizuam nxitje në malin e Sharit. Kishim grup nga delegacioni i Evropës në Kosovë, të cilët e filluan hecjen nga Brezovica, ndërsa nga ana tjetër neve nga Tetova, dhe kishim një pikë takimi. Po, ishte një aktivitet mjaft interesant. Mundohemi gjatë vitit kemi disa aktivitete bashkëpunimi me delegacionet. Kurse tani qikisët që do i kemi nga Shqipëria, ka po ashtu dhe atje pikë të Europe House? Ka Europe House në Tiranë, ka Europe House në Prishtinë, ka dhe në Mitrovic, ka në Podgorica, në Bosnë, në Maqedoni, kështu me radhë. Kështu që zakonisht mundohemi të bëjmë bashkëpunime. Qëllimi i Europe House është në vendet të cilat janë në proces të negociatave për të hyrë në Bashkimin Evropian, do të thotë e mbështesin atë procesin e komunikimit me qytetarët, aspektin e benefiteve, vlerave të Unionit Evropian e kështu me radhë, dhe njëjtë është edhe të ne.
Kështu që përpas aktivitetit në Strugë dhe Ohor, pastaj do të kemi një aktivitet mjaft të mirë në Tetov, për gjithë dashamirët e librave, do të kemi panajirin e librit, të cili do i bashkangjitet edhe momenti muzikor kështu me radhë, do të kemi bashkëpunim të autorëve shqiptar macedone kështu me radhë, një rast i mirë për gjithë dashamirët e librit të hasin në ndonjë libër, të njoftojnë dikant, të zhvillojnë ndonjë debat, të bëjnë ndonjë rrjedhësime kështu me radhë. Dhe pastaj do të vazhdojnë aktivitetet edhe në qytete tjera, do të kemi në Shtyp panajirin e mundësive, ku... Çfarë ndodh në këtë panajiri i mundësive? Panajiri i mundësive zakonisht jo zakonisht, po çdo herë është për më të rinj, për studentët, ku u prezantohen mundësi studimi jashtë. Zakonisht shumica e ambasadave të vendeve të Bashkimit Evropian, secila ka një vend të vetin në panajir, ku i të rinjve studentëve u prezantojnë mundësitë e studimeve në vendet e tyre. Kështu që zakonisht Erasmus është një ndër pikat kryesore, ka interesim të mëdhej nga studentët për të bërë shkëmbimin e studentëve, nuk e di nëse je informuar me si funksionon Erasmus, edhe zakonisht vinë student... Për një semestër ose për bërë një vit komplet. Kështu që është një nga aktivitetet që e bëjmë ndër vite, edhe zakonisht ka interes mjaft të madh. Sidomos mendoj se vjet ishim në Tetov, do e marr parasysh se i kemi fakultetin e Tetovës, Evropës Juglindore kështu me radhë, kishte shumë studentë që erdhën të interesohen, po kishte edhe nga shkollat e mesme. Kështu që paka shumë këto janë aktivitete, do të kemi edhe një aktivitet të vogël në Xhevçeli e kështu me radhë. Mendoj se... Kthehemi në Shkup, apo Shkupin e mbarojmë ditën e nesërme? Shkup do të kthehemi gjithsesi, do të kemi aktivitete deri në fund të vitit, po sa i përket aktiviteteve të muajit edhe ditës së Evropës të mbarojmë. Në Shkup e mbarojmë me nesër. Një gjë të mirë që bën Europe House është që decentralizon, le të themi, pak këto aktivitetet nga kryeqyteti, sepse shumica eventeve në ndodhin vetëm në Shkup, edhe qytetet e tjera ka nevojë për aktivitete dhe evente të ndryshme, mundësi të ndryshme. Problemi të cilin e kemi hasur kur kemi pas evente ose ngjarje të ndryshme, është se qyteteve tjera u mungojnë aktivitete, u mungojnë hapësira ku jepet mundësi të rinjve kështu me radhë, dhe nuk është e rastishme se boshatisen qytetet e vogla nga të rinj, pasi që kërkojnë mundësi në kryeqytet ose në qytete tjera. Edhe kemi pas disa aktivitete me të rinj në për qytete më të vogla, edhe pas debateve me ta, zakonisht bisedoshim lidhje me atë se çka u mungon atyve si të rinj në një qytet. Kërkesat kanë qenë banale, kërkesat tipit një stadium futbolli, një kinema, sende që realisht nuk i kanë qytetet e vogla. Janë gjëra thjeshta, janë thjeshta, po. E tash me hapjen e Europe Houses, për shembull në Strugë, në disa vende tjera, është hapur një mundësi, një hub ku edhe organizohen mbrëmje kinema, edhe organizohen aktivitetet ndryshme kulturore kështu me radhë, sa do pak u hapet një pastaj shpesh ofrohet edhe si lokacion, apo nëse dikush ka një ide ose dëshiron të organizojë. Po dhe shumica aktivitetet janë edhe në bashkëpunim me iniciativa të ndryshme, domethënë edhe këto organizime që i bëjmë tash edhe në park zona që i kemi janë iniciativa që kanë filluar edhe për Europe House-it. Domethënë ideja Europe House është që të jepet një mundësi përveç të rinjve, edhe iniciative të sektorit civil, organizatave jo qeveritare. Dhe kemi bashkëpunime të shumta dhe shumica e eventeve që i kemi edhe në Shkup edhe jashtë Shkupit janë në bashkëpunim me organizata dhe iniciativa të ndryshme. Kështu që ajo është edhe principi i punës e Europe House. Për gjitha aktivitetet që përmendëm, do mund të informohemi në faqet respektivisht të secilës Europe House, të qytetit ku do mbahen aktivitetet apo jo? Kemi 7 faqe, secili qytet ka faqen e vet. Mirë po, kur e shënon Facebook Europe House ndalin të qytetet edhe varësisht. Po edhe kemi gjithë agjendën e kemi në Europe House në Shkup, kemi faqen,
komunikojme me mediumet të ankohen, jemi të zëshëm, mendoj se në aspekt të informatave, nëse dikush është interesuar të gjenë informata, është mjaft lehtë. Plus që jeni komunikues dhe jeni të hapur edhe nëse vinë direkt e lokacioni, apo jo Europe House në Shkup ose ku të qoftë. Po, dera e gjitha Europe House-eve është zakonisht e hapur, sidomos në orarin e punës, po i kemi edhe këto në web faqe, i kemi edhe atë seksionin ku mund të kërkosh mbështetje në aspekt të hapësirës, në aspekt të mbështetjes profesionale, në aspekt të organizimit e kështu me radhë, pasi që secili Europe House ka të angazhuar disa ekspert të fushave të ndryshme, duke filluar nga ekspert të organizimit të eventeve, ekspert të mediumeve, social media e kështu me radhë. Kemi fotograf, kemi aparatur, kemi hapësirë, kështu që ndonjëherë krejt çka duhet është një ide dhe një vullnet i mirë. Dhe për atë zakonisht i thrasim të rit të vinë, pasi që një ardhme në Europe House mund të hap një ide, mund të mundëson një rjetësim, një njoftim me dikan, edhe mund të jetë një iniciative, një nisje e një karriere, që zakonisht ndonjëherë në karrierë duhet një moment vetëm për të bahapin në radhës. Për të jap një shtysë, po tutje. Gjithë këto aktivitete të muajit të Evropës, e të quajmë kështu, lodhje besoj, po ndoshta kënaqësia mund lodhje? Ai shefi që bëni gjithë bashku pas përfundimit të aktiviteteve. Të them drejtën, ndonjëherë është lodhje, po mu personalisht më përmbush. Kam punuar në mjaft fusha, kam qenë edhe në përpozite e kështu. Të them të drejtën, një vend pune ku ka aktivitete, ka gjallëni. Më ka ndodhur me qenë disa punë të ndryshme ku nuk ka pas shumë aktivitete dhe personalisht si karakter ndonjëherë më përmbushe dhe sado që tjetë i lodhshëm, themi muaj i maj, vjen muaj i qershor, pastaj të them drejtën të mungon. Mirë, po nuk është se ndalemi, neve vjet për vjet kemi pas dikun parafërsisht 900 evente në vit. Aktivitetet vazhdojnë tër vitin, apo? Po, në gjitha Europe Houses, kështu që besoj dhe shpresoj që nuk do ndalen. Jo të gjitha jemi të angazhuara të gjithë, mirë, po ndonjëherë nuk vërehet puna që e bën deri sa të vjen fundi vitit edhe kthehesh mbas e bën ndonjë analizë ose ndonjë raportim retrospektiv të asaj që ke bë. Mirë, po tempon e kemi kap duke fillu nga mos them janari, po prej shkurtit më vetë se kemi aktivitetet të ndryshme kështu që. Thej që muaji maj edhe motoja është që të na vijë Europa më afër, apo tek ne, apo këtë herë më thënë, për muaji maj, nesër gjitha Europës, është në plan do shtat na vijë edhe ndonjë pikë e re Europe House-it, apo për momentin jam? Ka gjasa. Ndoshta herët është shpalos informata, po asnjëherë nuk i dihet. Gjitha Europe Houses që i kemi qelë kanë qenë ndonjë iniciativë ose prej themi kryetarit të komunës të ndonjë qytetit ose ndonjë iniciativë tjetër që na i ka hapë ndonjë mundësi, kështu që besoj dhe shpresoj që do zgjerohemi. Për neve pak më shumë punë me të thënë drejtën, mirë, po kënaqësi është kur ti shohësh të rinjtë e një vendi kur e kuptojnë se është një hap mundësi për të mundësu atyre të shprehen edhe të mbështeten. Jetë një hapësirë për gjithë të rinjt, jo vetëm të rinjt, sepse ju jeni të gatshëm do shpunën me çdo moshë, apo jo? Po, moto e Europe House është vendi i gjeneratës së re. Ashtu ishte faktikisht, tani e kemi këtu për ju, këtu për të rinjt. Kur themi këtu për të rinjt, më parë ishim më të koncentruar brenda në zyrat e Europe House, tani kur themi këtu i kemi edhe hapësirat e eventet që organizojmë jashtë, mirë, po pak a shumë fokusi është të rinjt, fokusi është të gjeneratat e reja, mirë, po edhe të sektorit civil, organizatat jo qeveritare e kështu me radhë. Më pëlqejnë edhe eventet që i kemi edhe për më të veçlit. Kemi book club, është klubi i librit, zakonisht edhe vajzën time që i ka 7 vjet, është një arsimtare gjuhës, me të cilën lexojnë libra në formë të ahengut, edhe me të thënë drejtën
vajza me se spret kur është Që është shenjë mirë. Po, kishim edhe një ekspozit vitin e kaluar, cila kishte më shumë të bëj me eksperimente e kështu me radhë, kishim organizime për më të vezlit ku në aspekt të lojës i mësoshim për tabelën, për gjërat kimike e kështu me radhë, kështu që ka aktivitetet e shumta, vetëm pak interes edhe pak si them iniciativ prej vetvetes për vetveten për të ardhmen për ti. Uroj që të paktën ndoshta ky muaj këto aktivitete të shumta në nder të shënimit të ditës së Evropës, ndoshta edhe ngjallin interesimin pak më tepër të qytetarëve. Uroj që t'ju bashkangjiten edhe të marrin iniciativa të ndryshme dhe të krijojnë ide të ndryshme dhe të vinë bashkëpunojnë me Europe House. Falenderoj shumë që gjete kohë dhe mundësi të tjerë së me ne, vërtet shumë kënaqësi si gjithmonë që të kam studio. Edhe për gjithë ata që duan edhe njëherë aktivitetet të shumta nga Europe House, për gjitha mund të informojnë në rrjetet sociale. Nesër në Shkup na fillon nga ora 11 deri në orën 6 nga ora në 11 në Parkun e Qytetit. I presim gjithë, ju pres edhe juve. Do të ketë edhe mediume tjera të cilët do përcjellin eventin, kështu që shpresoj të vini edhe të kalojmë bukur nesër. Faleminderit shumë. E dashur të dashur, me kaq unë ju përshëndes edhe për sot, po ashtu dhe për këtë javë, duke ju uruar një pazite dhe fundjavë të këndshme. Ne rishihemi sërish të hënën në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.